Luis Eli, këngëtar i njohur shqiptar dhe fituesi i spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Albania, ka zgjedhur sërish të flasë me zërin e tij të fuqishëm në mbështetje të vlerave kombëtare dhe krenarisë shqiptare. Këtë herë, ai ka ndarë një mesazh emocionues në llogarinë e tij në Instagram, ku shpreh mirënjohjen dhe respektin e thellë për Policinë Ushtarake të Kosovës. Në një postim në Instastory, ku shfaq një foto e pjesëtarëve të këtij institucioni të rëndësishëm të sigurisë, Luis Eli shkruan fjalë që rezonoi thellë me ndjenjat patriotike dhe krenarinë kombëtare. Ndër një kombi matet me guximin e burrave që e mbrohen në uniform, ata nuk kërkojnë lavdi, por janë arsyeja pse gjithë Kosova jeton me dinjitet. Kur sheh këta burra, kupton se Kosova ka rrënjë të thella dhe shtylla të forta. Mbi tokë të lirë ecin burra të fortë, respekt për Policinë Ushtarake të Kosovës. Ky mesazh i shkurtër, por i ngarkuar me emocion dhe krenari, është përshëndetur gjërësisht nga ndjekësit e tij, të cilët e kanë vlerësuar shëndrimin e Luisit si një shprehje të sinqertë të dashurisë për vendin dhe për njerëzit që mbajnë bisupe sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Luisi është i njohur jo vetëm për talentin e tij muzikor dhe për karrierën në skenë, por edhe për qëndrimet e tij të drejtë për drejta dhe shpeshherë të guximshme për çështje që prekin zemrat e publikut shqiptar. Ai nuk ka hezituar të shfaqet si një zë i fortë për çështje sociale, kombëtare dhe historike, duke përdorur platformën e tij për të përçuar mesazhe që nxisin unitet, respekt dhe vetdije kombëtare. Në një kohë kur diskursi publik shpeshherë dominohet nga lajmet negative apo konflikte të brendshme, mesazhet e tilla vijnë si një frymë pozitive dhe si një kujtesë për rëndësinë e respektimit të institucioneve të sigurisë dhe sakrificës së atyre që shërbejnë me përkushtim. Policia Ushtarake e Kosovës, si pjesë e strukturave të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit, luan një rol të pasaventësueshëm në ruajtjen e rendit dhe sigurisë, si dhe në garantimin e sigurisë kombëtare. Të rinjët e reja të përkushtuara që kanë zgjedhur të veshin uniformën me krenari janë fytyra e qëndrueshmërisë dhe seriozitetit institucional që Kosova ka ndërtuar ndër vite. Për shumë qytetar, mesazhi i Luis Elit nuk ishte thjesht një status në rrjetet sociale, por një pasqyrim i ndjenjës kolektive të popullit shqiptar për respektin ndaj forcave të sigurisë. Ky reagim i artistit tregon se ndjeshmëria për çështjet kombëtare nuk i përket vetëm politikës apo institucioneve, por edhe pjesë e ndërgjegjjes së secilit individ që e do vendin dhe historinë e tij. Në fund të ditës, figura publike si Luis Eli ka fuqinë për të ndikuar pozitivisht në shoqëri, për të frymëzuar respekt dhe dashuri për vendin, dhe pikërisht këtë ka bërë Luisi me mesazhin e tij, një homazh i thjeshtë por i madh me në domethënie për burrat dhe gratë që mbrojnë dinjitetin e një kombi në uniformën e Policisë Ushtarake të Kosovës.